Këto gjëra nuk duhet t'i mbani kurrë poshtë lavamani. Hapësira e ruajtjes në kuzhinë është çelësi për të mbajtur gjërat të organizuara, por raftet boshe nuk duhet thënë që t'i lini artikuj në çdo vend të disponueshëm. Kjo është veçanërisht e vërtetë për hapësirën nën lavaman, e cila në shtëpinë tuaj mund të shndrohet në një zonë magazinimi për sende të ndryshme. Edhe pse mund të duket praktike, hapësira nën lavaman nuk është e përshtatshme për të ruajtur të gjitha gjërat tuaja. Enët, si për shembull, nuk rekomandohet të vendosen poshtë lavamanit, është e rëndësishme t'i lini në një vend të thatë dhe të pastër. Gjithashtu, vlen për ushqimin përfshirjen edhe ushqimeve për kafshë shtëpiake, pasi zona e prirur ndaj lagështisë mund të shkaktojë formimin e mykut. Shmangni po ashtu ruajtjen e llampave në lavaman, pasi rrjedhja e ujit mund të dëmtojë pjesët elektrike. Farsoletat mund të bëhen të lagura dhe të pista. Hapësirat në lavaman mund të jenë të përshtatshme për ruajtjen e materialeve bazë të pastrimit, si detergjentët, uthullën ose edhe produkte të tjera të pastrimit.